100 vjet vetmi, një epik magjike mbi historinë, dashurinë dhe mallkimin e pafund. Gabriel Garcia Marquez, një nga shkrimtarët më të mëdhenj të shekullit të 20, solli në botën letrare një nga veprat më të fuqishme dhe të paharueshme. 100 vjet vetmi. Ky roman i shkruar me mjeshtri absolute nuk është thjesht një rrëfim për një familje dhe një qytet mitik, por një reflektim i madhërisëm mbi historinë, vetminë dhe fatin njerëzor. Me një gjuhë poetike, një narrativ të pasur dhe një ndërthurje të magjisë me realitetin, Marquez na zhyt në një botë ku koha dhe historia ndjekin një cikël të pashmangshëm, duke dënuar personazhet me përsëritjen e pafundme të njëjtave gabime. Magjia dhe realiteti një bote përsosur absurde. 100 vjet vetmi nuk është thjesht një roman, por një përvojë letrare që sfidon perceptimin ton mbi realitetin. Marquez përdor realizmin magjik, një stil unik ku elementët fantastik paraqiten me natyrshmëri, pa e vënë në dyshim ekzistencën e tyre. Kështu lexuesi pranon si të zakonshme një vajzë që ngjitet në qiell, një fëmijë me bisht deri, apo një qytet të mallkuar nga vetmia. Kjo mënyrë të rrëfyerit e bën Macondon qytetin e themeluar nga José Arcadio Buendia, një vend që nuk i përket thjesht botës imagjinatës, por reflekton në realitetin e vetë Amerikës Latine me historinë e saj të dhimbshme, luftrat, diktaturat dhe ndjenjen e përhershme të izolimit. Një familje mallkuar nga historia dhe vetmia. Në qendër të romanit është familja Buendia, antarët e së cilës, për breza me radhë, përjetojnë të njëjtat fate të përsëritura, që nga themeluesi José Arcadio Buendia deri tek Aureliano, i fundit, familja shndrohet në një metaforë për mallkimin e përsëritjes historike. Secili prej tyre është i destinuar të ndjek një rrugë të paracaktuar. Burrat shpesh janë të dhënë pas luftës, aventurave apo izolimit intelektual, ndërsa gratë janë ato që ruajnë ekuilibrin e familjes, shpesh duke u bërë dëshmitare të tragjedisë së pashmangshme. Vetmia është një temë qendrore, e cila ndikon në çdo aspekt të jetës së Buendiave. Kjo vetmi nuk është thjesht mungesa e shoqërisë, por një ndjenjë ekzistenciale, një mallkim që i ndjek personazhet si një hijesh e pashmangshme. Aureliano Buendia, për shembull, edhe pse rrethohet nga të tjerë, është gjithmonë i vendmuar në mendimet dhe luftrat e tij. Ky motiv na çon drejt një reflektimi më të thellë mbi fatin njerëzor. A jemi të destinuar të përsërisim gabimet e së shkuarës? Gjuha, struktura dhe ndikimi i librit. Stili i Marquez është një ndër elementet më të fuqishëm të romanit. Ai përdor një rrëfim të gjatë, me fjali të ndërlikuara dhe një strukturë ciklike, ku koha nuk ecën në vit të drejtë, por rrotullohet dhe përsëritet. Në vend që të ndjek një kronologji lineare, ai krijon mozaik kujtimesh dhe ngjarjesh që në fund na japin një vizion të plotë të historisë së Macondos. Një nga sfidat më të mëdha për lexuesin është numri i madh i personazheve, të cilët shpesh kanë të njëjtat emra. Aureliano dhe José Arcadio përsëriten në breza të ndryshëm, duke krijuar konfuzion, por njëkohësisht duke nënvizuar idenë e ciklit të pafund të historisë. Ndikimi i 100 vjet vetmi në letërsinë botërore është i jashtëzakonshëm. Ky roman e vendosi Marquezin në qendër të realizmit magjik dhe ndihmoi në formësimin e identitetit letrar të Amerikës Latine. Përmes një historie që është njëkohësisht personale dhe universale, ai tregon se si realiteti shpesh është po aq i pabesueshëm sa dhe magjia. Përfundimi, një kryevepër që të ndjek përjetësisht. 100 vjet vetmi nuk është një libër që lexon dhe harron. Ai është një rrëfim që të magjeps, të trondit dhe të lënë një ndjesi melankolike dhe reflektimi. Pasi ke kthyer faqen e fundit, ndjen se ke qenë dëshmitar e një bote të tërë, një bote që megjithse fantastike, të duket jashtëzakonisht e vërtetë. Ky roman nuk është për ata që kërkojnë një histori të thjeshtë dhe lineare. Ai është një vepër që kërkon durim dhe përkushtim, por shpërblimi është një përvojë e thellë letrare, një udhëtim nëpër botën e magjishme dhe tragjike të Marquezit. Nëse ende nuk e ke lexuar këtë libër,
është koha ta nisësh. Dhe nëse e ke lexuar, ndoshta është koha ta rilexosh, sepse çdo herë zbulohet diçka e re në faqet e tij.